Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo. Po flisja me Dorin është zonjat e security tek Tumo dhe I thash do të vi Zanachela, besoj e nje, po sigurisht e njo. Thash unë dhe harrova fare që ajo dhe nuk ndryshon, ka 30 vjet që ka një portret. Dhe ra dakord me mua. Zanachela, mirë se erdhe në podcast. Faleminderit, Ishte konstatim, jo kompliment, ajo që thash. Faleminderit shumë. Ka ndonjë sekret? Sekret, nuk është se kam në fakt ndonjë sekret. Sekret është kjo mirëmbajtja në kuptimin e një jete të rregullt, rregullësia në përditshmëri, që do të thotë oraret, fjetja jo vonë, vetëm kur ke evente apo kur ke gjëra që nuk mundesh dot ti anullosh. Për mua gjumi ka qenë sekreti kryesor, nëse flasim për sekrete, edhe mirëmbajtja në kuptimin që në çfarë do lloj situate po tisha, edhe sikur tisha me atë migrenën time të famshme që më shoqëron gjithë jetën, po. Unë patjetër që do të bëja atë mirëmbajtjen e fytyrës, sigurisht në një orë të caktuar të darkës, pra bëj procesin e mirëmbajtjes për ditë, për natë. Kjo është, mendoj që është sekreti kryesor. Disiplina. Është dhe sigurisht dhe mënyra të ushqyerit ka të bëjë shumë. Unë jam tip që s'kam pi asnjëherë asnjë cigare. Se ke provuar si është? Asnjëherë. Sepse ndoshta edhe nga që kam qenë gjithkohës me migrenë, tymi I duhanit më krijon probleme. Edhe po thuj se nuk pi fare. E di që s'jam shumë e këndshme në tavolinë për mi, se më thojnë, po ti çfarë bën, këtë jo, çfarë? Okej, shoqëri shumë pak, me shumë pak verë, por shumë pak sa për ta burgëzuar. Kështu që kam atë regjimin tim, ushqimor dhe një regjim të caktuar sa I përket orareve. Dhe mendoj që vërtet ky është një sekret I madh. Dhe I fizikut tënd. Dhe mendoj që po ta ndjekin të gjithë, sigurisht do kenë patjetër rezultat. Unë të kujtoj ty kur isha diku ndoshta 13 vjeçe, 14 vjeçe, ne mund ta gjejmë datën fiks kur e bëje hit paretin në televizionin publik shqiptar. Po kanë qenë vitet ndoshta 94, 95, e kam bërë në radio dhe pastaj, sepse hit pareti I parë ka filluar në Radio Tirana. Unë të kujtoj me fytyrë. Atëherë në ekran ndoshta kanë qenë vitet 96, 97, edhe 98. Okej, është periudha ime e gjimnazit. Edhe nuk e di sa vjeç ishe ti në atë kohë, po më dukeshe moderne, veshur bukur. Unë atë kohë do të kem qenë 30, 31, 32 në këto vite kur isha në televizion. Ndërsa kur filloj në radio sigurisht më e re. Si u gjende ti tek një hit parade? Kur atëherë mua më pëlqente shumë, madje kishe këtë qetësinë në komunikim, po më vonë kuptuam që hit parade donin pak goca më adoleshente, më të vogla dhe punët që ti bëre në jetën tënde, ke qenë 2 herë në 2 kohë të ndryshme, ke drejtuar teatrin Operës dhe Baletit dhe kur e kujtoj hit paretin si u gjende ti, si u gjende Zana aty. Ishte edhe kohë inovacionesh, donim gjëra të reja. Po unë në fakt atëherë punoja në redaksinë e muzikës në Radio Tirana, edhe isha më e reja atje, më thonë isha 26, 27, 28 në këto 3 vite kur bëm hit paretin, po kam filluar dhe më përpara. Dhe si punojësja, si redaktorja dhe kryesja më e re, sigurisht që muzika e re që vinte, Top of the Pops nga Anglia dhe nga VOA na vinin këto Great of Hits, të gjitha këto sigurisht që ja dhan një vajzë të re, më të re, dhe ajo isha unë. Dhe filloi në Radio Tirana transmetimi pra I kësaj muzike që vitën përpara ishte komplet e ndaluar.
Unë kisha kohë që pasuroja fonotekën e Radio Tiranës me muzikën më të re të kohës. Dhe më pas vendosa, i propozova shefit redaksis që pse jo të bëjmë dhe ne hit paretin, sepse në atë kohë kishte filluar dhe tregu muzikor. Pra në atë kohë shiteshin, ishin hapur dyqane që shisnin vetëm kaseta muzikore dhe kishin filluar dhe autorët shqiptar të krijonin albumet e para. Atëherë lista, top lista përbëheshe edhe nga albumet të autorëve të huaj, por dhe autorëve shqiptar dhe renditja ishte realisht simbas listës. Unë kisha lidhje me absolutisht të gjithë dyqanet në Tiranë, të cilët më sillnin çdo javë top listat e shitjeve. Dhe ajo listë që formatoi ishte lista reale se si ishte bërë renditja në tregun muzikor sipas shitjes së kasetave. Çfarë pëlqenin në atë kohë më shumë, cilët ishin këngëtarët dhe hitet që pëlqenin shqiptarët e atyre viteve? Sigurisht muzika huaj kishte një uri shumë të madhe. Michael Jackson, Whitney Houston, Michael Jackson, sigurisht. Guns N' Roses. Të gjitha këto, Metallica, Ace of Base, të gjithë këto, sigurisht, por pëlqenin dhe muzikën shqiptare shumë. Dhe shpesh herë albumet shqiptare dilnin në vend të parë, në vend të dytë, në top 5 të themi. Pëlqenin shumë, ishin atëherë Rit Folk që sa po ishte formuar, grupi Arp, shumë grupe të tjera, Fishuk, shumë të tjera. Djemtë e Detit, dolën pak më vonë. Muzika shqiptare pëlqeshe shumë. Dhe me që më dole tek muzika shqiptare e atyre viteve, që ka qenë vërtet një muzikë që teksti dhe muzika rinin shumë mirë bashkë. Madje edhe në vitet 80, edhe në ato të 70-ta, dhe pse regjimi diktatorial dhe partia punës në atë kohë fuste hundët edhe e marrë me mend që ka qenë e vështirë, por ka patur kompozitor, ka patur këngë, ne kemi hite nga ajo kohë që nuk po i përsërisim dot më. Po, është e vërtet. Dhe unë dua ta kuptoj nga një njeri që vjen nga muzika, që e njeh mirë botën e artit, çfarë ka ndodhur me ne? Çfarë ka ndodhur me ne? Është ndoshta një dukuri globale që krijimtaria muzikore, por dhe ajo e shkruar, pra dhe tekstet, sikur janë spostuar në të themi, në hapin e mbrapëm të kësaj dukjes, sepse dukja vizuale ka dalë kryefjalë. Performanca. Ka dalë kryefjalë. Performanca në totalin e saj, në dukjen personale të artistit, në veshjen e tij, shpeshherë në vend që të prezantojnë autorët e këngës, prezantohet autori i veshjes, stilisti, vizualja që shoqëron gjithë skenografin, etj. Por kam vënë re një gjë që këto 2 vitet e fundit ka një rikthim në të themi terrenin kryesor që është muzika dhe teksti. Dhe kam qenë shumë afër, veçanërisht këto 2 vitet e fundit, dhe shikoj që së pari në këngën shqiptare kanë rihyrë tekstet e vërteta, sepse teksti është ajo që frymëzon. Pa tekst nuk ka muzikë të bukur. Teksti është frymëzuesi i një muzike të bukur. Dhe shikoj që ka këngë të bukura. Mendoj që arsyeja që ka këngë të bukura është se ne kemi një vërshim interpretësh vokalesh shumë të mira. Dhe këto vokalet e mira, si duket, i kanë imponuar atë potencialin e tyre, ja kanë imponuar edhe kompozitorëve dhe tekst shkruesve, sepse në fakt këngët deri para 4-5 vjetësh ishin lupa muzikore, të themi atë që është. Rrallë kishim krimtari, nuk themi, nuk kanë munguar, po jo. Pjesa më e madhe ishte një lupë muzikor dhe këngëtarët, unë kam nxjerrë shumë nga talent show që unë kam bërë Star Academy, ju e dini, zërat ishin të mrekullueshëm. Kur shkonin të regjistronin këngën në studion e X-it apo Y-it, zëri mblidhesh, zvogloheshe, e pamundur, nuk shpreheshin dot. Ju gjithashtu mund kishit patur një karrierë si soprano. Unë nuk ju kam parë ju
s'kisha lindur kur ju ishit një fëmijë dhe këndonit, dhe ishit një fëmijë i famshëm në Tiranë. Kam parë një video që më pëlqen, shpresoj të ma dërgosh, se shumë simpatike Zana kur këndon. Por kam dëgjuar që Zana Çela ka qenë shumë e talentuar, por nuk e ndoqi karrierën si soprano. Tani nuk pate ti vullnetin, nuk qefat, diçka ndodhi që mori një kthes jeta jote, por dëshmitarët e kohës mendojnë që ishe një talent i madh, ndoshta dhe më i madh se sa njerëz të tjerë që ndoqën karrierën. Më pëlqeu kjo e qeshura jote. Jo, nuk, jo vetëm unë, po çdo kush nga ne nuk don që të vetë mburret, por ndoshta nuk është mburje, po është një fakt, sepse fati im është që videot e mia ekzistojnë akoma, edhe madje shpërndahen shpesh herë në rrjetet sociale. Dhe çdo njeri që e dëgjon e komenton. Po, vërtet, kisha një zë të lindur me një regjistër shumë të madh, e kam akoma unë, Mira, zërin. Me një regjistër shumë të madh, etj. Dhe vërtet mund t'isha bërë një soprano shumë. Se ke quar këtë zë në skenat më dha. Shumë e ndroja atëherë kur isha në lice, sepse shkollën e mesme e kam kryer në lice. Ashtu si që ndroja, nga që liceu artistik është ngjitur me radio televizionin shqiptar, ndroja të punoja edhe që në atë kohë, ndroja të punoja në radio ose në televizion. Nuk ndodhi sepse kushtet e mia familjare në atë kohë ishin të tilla që babai im u detyrua të ikte nga Tirana në fshatrat e Librazhdit, ato historitë e famshme të asaj kohe. Dhe unë sigurisht shikohesha tashmë si një fëmijë që nuk duhet dilja përballë publikut në skena të mëdha. Dhe këto ishin arsyet që unë kur konkurova, domethënë u spostova me lezet. Sepse në fakt të gjithë i vinte keq për mua dhe atyre vendimarrësve, sepse më kishin parë që fëmijë, unë kam dalë në skenë që 6 vjeçe. Edhe vazhdimisht deri në atë moshë, me mësime kam qenë vetëm e 10 gjithkohës dhe në lice isha kështu edhe me mësime shumë mbi tjerët, pra i kisha kushtet, kriteret i përmbushja, kjo ndodhi. Fati, i keq. Po, ishte çështje fati, atëherë sigurisht më erdhi jashtëzakonisht, po jashtëzakonisht shumë keq. Por tani, mbas në sa herë, them që ndoshta ishte mirë që ndodhi ashtu, sepse edhe kjo jeta tjetër, prap artistike, që unë kam kaluar dhe kam zhvilluar gjatë gjithë viteve të mia, ka qenë një jetë shumë e bukur, ka qenë një jetë plot krijimtari, prap kryesisht këmbgulja ime, por bashkë me këmbguljen shpeshherë ndërhyn edhe një fije fati, më ka çuar që unë të realizoj çdo projekt që unë kam projektuar në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme të jetës time si producente, si krijuese e arti. Kështu që jam vërtet shumë e kënaqur për gjithçka që kam realizuar. Sigurisht më është dhënë mundësia, edhe pse unë nuk është e kam pritur, e kam kërkuar mundësinë, po më është plasur detyra në dorë që duhet ta bësh. Më është dhënë mundësia dhe të drejtoj institucione, të cilët kanë qenë institucione shtetërore që ju e dini, por dhe 2 institucione private. Pra, më është dhënë mundësia që të tregoj, të themi, punën time dhe gjithë eksperiencën time edhe në role drejtuese të institucioneve. Më dha një lloj kënaqësie, jo vetëm estetike, po një kënaqësi edhe kulturore dhe edhe pak cerebrale, ajo që the që më është dhënë mundësia. Se zakonisht njerëzit të gjithë tentojnë të thonë që gjithçka e kanë fituar vetë në jetë, e kanë marrë, se kanë punuar, se e kanë merituar. Dhe se vën dyshim që ky mund të jenë rasti apo dikush tjetër.
por disa mundësi dhe na jepen, edhe ne ndoshta duhet jemi gati edhe të bëjmë më të mirën, por nuk i fitojmë të gjitha, nuk i marrim të gjitha, edhe na japin, edhe na jepet një mundësi. Edhe më duk kështu modeste kjo e vlerësova. Kjo është e vërtet për të gjithë njerëzit e kësaj bote, sepse pavarësisht se ti mund të jesh gati, je komplet e realizuar për të marrë në dorë një detyrë, një projekt apo një rol drejtues, por nuk të zgjedhin ty për të bërë këtë projektin, për shembull, të përfshihesh në këtë projekt. Dhe pse nuk të zgjedhin, jo se s'ke vlera, por ashtu janë, si me thënë, konjunkturat, ose ashtu është fati, ose nuk i dole ti para syve në atë momente, nuk je ti në atë moment. Sigurisht, gjatë gjithë karrierës time, momentet që më kanë zgjedhur kanë qenë më të pakta se sa momentet që unë i kam krijuar shanset vetes time, sepse unë kam prodhuar shumë si producente, pra po t'i shtrim në vitet që unë kam qenë e vetë punësuar në projektet e mia, në idetë e mia, që kam qenë autore e projekteve të mia, më shumë ke bërë gjëra private. Kanë qenë, si Zana, krijuese, me shoqatën e saj. Pra, kam qenë më shumë këtu se sa në këto rolet e tjera. Duhet të themi që faleminderit që më dhe mua mundësinë, që më ftove mua në stafin tënd, dhe unë ja them gjithmonë, jo vetëm shoqeve dhe mikeshave të mia, po dhe kolegëve, qofshin ato më të mëdhenj se sa mua në moshë, qofshin më të reja, kur më zgjedhin mua për të bërë pjesë e një projekti, qoftë ai dhe 2 javor, i them faleminderit që të shkoj mendja tek unë, se mund të kishe zgjedhur dhe dikë tjetër. Dhe mendoj kështu duhet jemi që të gjithë. Çfarë është puna për Zanën? Puna për mua është ajri, është frymëzimi. Edhe ky i dyti është shumë i fortë. Puna mua gjithmonë më frymëzon. Prapë them kam pasur fatin që të bëj punët që unë kam dashur t'i bëj, që kanë qenë gjithmonë punë në fushën e artit dhe të medias. Pra, kanë qenë krijimtari. Edhe kur unë kam qenë drejtuese e institucionesh, prap unë kam udhëtuar si lidere nëpërmjet një platforme krijuese. Asnjëherë unë nuk kam qenë ajo burokratja, ajo administratorja e cila ndërton ca skema teknike, por gjithmonë skemat e mia të zhvillimit, se si duhet të vijonte avancimi i institucionit, kanë qenë skema krijuese. Ke patur në një moment, Zana, që ke qenë pa punë, ke provuar të jesh pa një projekt, pa një motiv pune gjithmonë? Në fakt nuk kam patur, dhe a di pse Mira, sepse unë gjithmonë kam patur projekte në sirtar, që më rrinin në sirtar, dhe që e dija shumë mirë, në fillim nuk e dija, po më vonë eksperienca më mësoi që edhe pse janë në sirtar, do t'i vi momenti projektit radhës. Dhe për shembull, në korrik të 2022-shit, unë ndërpreva punën si drejtoreshe teatrit të operës, mbas 6 viteve, kisha bërë dhe 4 vite dikur, pra në total janë 10 vite si drejtuese të teatrit të operës. Në korrik, unë u largova nga teatri i operës dhe unë në shtator ekzekutova, jo zhvillova dhe krijova, po ekzekutova me një projekt që ishte një festival multi-art. Bukur. Youth Perform Fest, që do të thotë nuk ndenja dot, nuk dhe kështu kam domethënë me këtë mënyrë pune, unë jam të paktën që nga viti 94-95. E kuptoj. Në 1994. Work mode. Po. Ti e di edhe librin dhe historinë time të këtij viti, mami im se nena është edukuar pak kjo edhe kjo historia e punës. E bukur është se nuk është krenare për librin, sigurisht për sfidën time dhe betejën time për shëndetin është krenare, po më ka befasuar një ditë se papritur më thaj që ti vetëm një gjë ke bërë shumë mirë gjatë këtij viti. Jo që ma mbajte mua sekret, jo që ke shkruar një libër,
po ti ke bërë një gjë të mirë që ti nuk e lënë punën asnjë ditë. Është e vërtetë, edhe sepse është terapia më e mirë për çdo njeri. Por kjo puna jonë në fakt mira, se jemi në një fushë ka të mirën e frymëzimit. Ka emocione. Dhe kur je frymëzuar, sigurisht frymëzimi vetë të sjell që të derdhësh në rreshta, në rastin tënd, po dhe në rastin tim. Se dhe unë në rreshta krijoj gjithë strukturën, idenë e çdo projekti, qoftë ai televiziv apo skenik etj. Kështu që kjo është një punë shumë e mirë. Të marrin shumë energji të bësh një projekt skenik. Kishe një moment kur thej që le Teatrin Operës dhe Baletit e ke drejtuar në 2 kohë të ndryshme. Nuk e di cila ka qenë koha jote më e mirë, mund të jenë të dyja kohët. Por unë e kam një kuriozitet, si është ndjesia e njeriut kur lë zyren, kur e mbyll një zyrë, kur ka drejtuar shumë vite, ka bërë shumë gjëra dhe papritur ka një cikël që mbaron. Nuk e di nëse cikli ka qenë i natyrshëm apo ka qenë një befasi, po unë dua shumë të ma përshkruash këtë momente dhe psikologjikisht, emocionalisht se si është. Po e filloj fjalin time nga fjala jote që the kur e lë zyren. Unë nuk kam qenë drejtoria që rria në zyrë. Kam qenë tip që, do me thonë, drejtoja kudo. Drejtoja në skenë. Sa fillon të procesi provave, mua nuk më mbante zyra, ishte e pamundur. Unë isha në skenë, unë isha në atelien ku prodhoheshin kostumet, unë isha në atelien ku prodhoheshin skenografit, unë shikoja për kënaqësi, jo për monitorim çfarë po bëhet tek kori, tek orkestra, pra unë isha gjithkohës në lëvizje. Dhe puna në zyrë, unë punoja në zyrë më shumë o në 2 orët e para të mëngjesit, o pastaj mbas dite vonë. Sepse janë detyrimet për të punuar, ti do të kesh shumë dokumenta për të parë, për të çekuar, e shumë gjëra të tjera. Pse e them kjo? Kjo ishte, si me thënë, një agent faktike, por ka dhe simbolikën e vetë në rastin tim. Unë gjithmonë kam qenë në terrenin artistik. Dhe zyra për mua ka qenë, si me thënë, bezdi në thonjza. Madje, kur e kujtoj këtë gjithmonë dhe them vazhdimisht në leksionet e mia, kur i drejtohem audiencave të reja, dhe them që kur punoja dikur, në puna ime e parë ka qenë në radio televizionin shqiptar. Dhe gjëja që urreja më shumë ishin mbledhjet e gjata atje. Dhe kur unë shkëputa dhe fillova si producente e lirë, i kisha dhënë fjalën vetes që kur ti të krijosh stafet e tua, më shumë se sa çere kore, kur mos bër mbledhje më të gjata se sa 15 minuta. Dhe ajo zyra për mua ka qenë, nuk më zente zyra, e tillë kam qenë dhe vazhdoj të jem. Por kështu që ikja nga ajo detyrë, Mira, nuk është se më la ndonjë shije të keqe, jo, absolutisht. Madje unë si zanë thash, unë tani jam e lirë të bëj punët e krijimtarisë time. Ato që kisha lënë në sirtar. Se duhet me lënë gjithmonë diçka në sirtar. Për ditët të magazinojmë. Unë vazhdimisht e kam kështu, e kam si relaks. Në pikun e punëve të mëdha të jem, unë ulem, shkruaj dhe kam projektin e radhës. Dhe thash Zana, shumë mirë, tani je e lirë të bësh gjërat që ti dëshiron të bësh. Një gjë më erdhi keq, që Teatrit e Operës ju ndërpre procesi i avancimit sipas strategjisë që unë bashkë me stafin tjetër, drejtues, kisha projektuar për Teatrin e Operës. Dhe kisha shpresë që ai avancim do vazhdonte, realisht nuk ndodhi kështu. Dhe pra nuk ishte keqardhje për Zanën, ishte keqardhje për procesin e avancimit të punës së teatrit ton të operas. Ndaj, kam këtë opinion, unë nuk jam eksperte dhe nuk jam kritik arti dhe vërtet nuk është se e di se çfarë ndodh në Teatrin e Operës dhe Baletit. Pra unë e gjykoj kur shoh një shfaqje, apo kur shkoj shoh diçka që më pëlqen.
jam spektatore shumë e zakonshme. Po kemi dy gjëra që i kam vërejtur këto si gazetare më shumë, që ne kemi problem të vazhdojmë legacy-n, pra të vazhdojmë trashëgimin, dhe kjo ndodh në çdo fush, por nga ana tjetër ama, mendoj që mund të jetë pak paradoksale kjo, që mendoj që çdo kush ka të drejtë të vendosë filozofinë e vet. Dhe në fund fare, nëse humbet apo fiton, është në koston dhe në çmimin e tij. Pra, mendoj që edhe nëse dikush tjetër do të vi të bëj podcastin tim, nëse ka një ide ndryshe, le ta bëj ndryshe. Audienca dhe e vërteta pastaj na tregon nëse kemi patur të drejtë apo jo. Jam krejt dakord me ty. Se besoj dhe te kjo që njerëzit kanë dhe nevojë të vendosin atë qasjen e tyre. Unë jam krejt dakord me ty. Po e kuptoj. Absolutisht, dhe në rastin e një pune të tillë siç janë produksionet teatrale, po e them në përgjithësi, pra si teatri dramës, si operës, është një fat shumë i mirë, sepse ti e nxjerr punën në skenë dhe është publiku ai që të vlerëson. Dhe është publiku. Kështu që këtu fillon dhe mbyllet dhe mbyllet çdo gjë, ndërsa integrimi në të themi në prodhimin europian operistik që unë po shpjegoja që parë, është komplet gjë tjetër pastaj. Atë integrim do ta donte besoj çdo njeri, çdo kush. Absolutisht. Zana, çfarë mendon ti për mënyrën se si është imponuar politika artit në sidomos 20 vitet e fundit, se po them ato vitet e 90-s kanë qenë vitet e dominose dhe vitet e bingove, nuk e di se çfarë ndodhte, unë kam qenë dhe shumë e re. Po të paktën sa kam qenë unë gazetare nga 2001 e tutje, kam pa gjithmonë një prezencë të politikës, kur isha më e re dhe nuk e kuptoja dhe mendoja që nëse ata ishin në një skenë si spektator ekskluziv, kjo ishte një gjë normale, sa më shumë jam pjekur dhe jam informuar dhe kam kuptuar që kjo është një gjë kaq lindore, kaq e vjetër, ndërsa në Remon nuk shikon ekskluzivitet të politikanëve, por shikon njerëz arti, me një përjashtim që kur ishte Kiara me Fedes, u rreshtua gjithë familja Kiara Ferranit bashkë me gjyshen, që nuk mu duk normale, dhe si ishte normale sigurisht për italianët. Tek ne ka qenë shumë prezente, dhe unë dua opinionin e Zanës si artiste në këtë rast dhe si një grua me përvojë në këtë histori. Ja kam bërë vetes këtë pyetje edhe unë, her mbas here. Dhe do të tregoj çfarë më kanë thënë dy koleget e mia, kur kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë parë prezencën në shfaqje të ndryshme, të qoftë të themi personaliteteve në rang ministri. Njerëz janë dhe ata dhe shumë mirë që shkojnë. Po. Dhe po flas si spektator të thjesht. Ata për shembull u entuziazmuan shumë. Dhe thanë sa mirë tek ju vinë, se te ne nuk vinë. Vinë shumë rrallë. Po i thashëm, po pse thua që sa mirë vinë? Po sepse ne si drejtues kemi nevojë që ai ministri të shohi punën tonë, të shohi qoftë dhe vështirësitë tona, të shohi se si neve punojmë. Pra ajo e shikonte në këtë aspekt. E kuptoj. Një tjetër pastaj, që qëndroi pak më gjatë dhe pa të paktën 4-5 shfaqje, pa një ministre 4-5 herë, dhe më tha, po mirë, nuk ka punë tjera ajo për të bërë? Pra, është e vërtet që prezenca e shpesh, me thënë të drejtën, duket sikur po mirë, nuk aty duhet punojnë në këtë kohë, sepse kanë punë për të bërë, kanë për të bërë ligje, strategji, etj, që gjithë arti të funksionoj sa më lehtësisht të mos ketë ato pengesat e situatave ligjore etj. Kanë shumë punë për të bërë. E kisha më shumë ndoshta tek arti si anti-establishment që është në vendet e zhvilluara, kurse tek ne përgjithsisht artistët shihen si një variant i mirë si pro-establishmentit. Kjo ishte më shumë thelbi asaj që po doja. Pra, ka shumë nuanca kjo qasje ose ky këndvështrim. Ndërsa në atë tjetrën po jam dakord që kanë shumë qejf të dalin në skenë dhe kanë shumë qejf madje të falenderohen nga prodhuesit e eventit të radhës, që faleminderit filanit që na mbështeti. Kur sa herë kam qenë në botë, në Milano për shembull, dilte ai që drejtonte Milano dhe thonte faleminderit Mirës, për shembull, që na sjell çdo vit një festival kaq të mirë. Faleminderit e faleminderit.
Dhe ajo që mora shembullin e emrit tënd, as nuk i shkonte në mend që ta falenderonte këtë. Ishte e kundërta. Pra është e vërtetë. U kuptuam shumë mirë. Është e vërtetë. Kjo ishte. Zana, si ke qenë ti vajzë 20 vjeçare? Dhe nëse do ta takoje sot atë Zanën 20, 21, 22, ndoshta edhe 23, çfarë këshille do t'i jepje? Unë atëherë kisha filluar të punoja në televizion. Edhe do t'i jepja atë këshillën që duhet të kaloje më shumë kohë të lirë, që mos bëje asnjë gjë. Vetëm të shijoje këtë këshill. Të shijoje jetën ashtu siç e shijonin një pjesë e madhe e shoqërisë tënde, duke mos bërë asnjë gjë. Vetëm duke mësuar dhe asgjë tjetër. Nuk i e dorëzuar ti aventurave në kuptimin me shoqet, duke bërë një fest, duke shkuar diku, nuk e kisha fjalën aventurat po, e kuptoj. Vetëm dashurore. Sigurisht që po. Jo, na mërzitet Beni. Jo, nuk mërzitet Beni. Mund të kishin ndodhur dhe ato, në rastin tim nuk ndodhen. Por sigurisht ne kishim dhe ne ato festat tona, ato arktimet tona, por në rastin tim krahasuar me shoqjet e mia, duhet ishin më të shumta. Dhe unë po të kisha një vajzë sot, ose po të kthehem në retrospektiv, këtë do t'i kisha thënë Zanës. Sepse kam qenë shumë e fokusuar tek mësimet, tek puna, tek mësimet, tek puna. Sigurisht, ajo mua jo vetëm thjesht më ka disiplinuar, po më ka dhënë atë ritmin e ngarkesës. Unë mbaj ngarkesa shumë. Në një vend si ky yni me një potencial të madh njerëzor dhe turistik që po ecën përpara me ritme të shpejta, nevojitet një partner i cili e kupton dhe ndan me ju vizionin tuaj të investimit. Abibank ofron mundësi financimi fleksibël dhe të personalizuara për të rritur biznesin tënd. Abibank mbështet gazetarin e mirë, por edhe njerëzit e mbar punëtor, puna dhe mundi të cilëve nxit progresin e biznesit dhe të Shqipërisë. Qëndroni me podcastin. Duhet jemi krenar që temi që mbajmë shumë, është gjë e mirë, duhet? Na bëjnë mirë sepse jeta është e çuditshme. Jeta të përplas në cepa të ndryshme, të ul, të ngren, dhe në momente kur ty të vjen një punë shumë e madhe, një punë shumë e madhe pa dashjen tënde, që e detyruar ta bësh, atëherë o do kalosh në depresion, o do dorëzohesh, unë këtë gjë e kam kuptuar shumë mirë. Dhe në qoftë se ti fillon edhe mban ngarkesa pak nga pak në të njëjtin ritëm, të mos lesh gepe pushimet mëdha dhe pastaj, është si puna një stërvitje në palestër, që duhet patjetër të stërvitesh sistematikisht, sepse për ndryshe këtë këshill e jap gjithmonë të rinjve, edhe në fushën e punës, po edhe në fushën e jetës. Nuk e di nëse të familjes. Nuk e di nëse ke dëgjuar për Gabor Mate, është një psikoterapist shumë i zëshëm, është hebre, por që jeton në Toronto, Kanada. Është diku 80 kursur tashmë, por është del shumë në Instagram. E sigur që është fytyra e një burri të moshuar i holl, edhe ka gjithmonë teori shumë interesante, të paktën për rjetje do, edhe unë bëj pjesë tek ajo kategori që e ndjek Gaborin dhe më pëlqen, dhe në një intervistë tha që vetes time tek të 20-tat dhe më i ri do t'i thoja që puno më pak, mëso më pak, jeto më shumë. Dhe në fund fare, pra tha të njëjtën gjë, nuk besoj që e ke dëgjuar, por është eksperienca njerëzore që puthet edhe përputhet. Kur kalojnë të gjitha, ti mendon që duhet të jetosh pak më shumë. Ariana Huffington, që unë ka marrë frymëzimin kur hapa website-in e bëra Tirana Post si Huffington Post në fakt. Nuk ishte lidhje me qytetin sa kishte lidhje me Ariana Huffingtonin, por ajo thoshte që tani unë besoj të gjumi, të jeta cilësore, por unë gjithmonë kam thënë me humor për Arianën që Ariana e bëri suksesin e vet, i shiti të gjitha ato dhe ka mundësi të flerë pasi ka rregulluar gjërat. Ka një kohë në jetë në fakt që duhet punosh. Dhe është ajo që ta shpërblen pastaj, nuk është që ta shpërblen, por sigurisht puna është domosdoshmëri jetike për çdo. Dhe pastaj sasia se sa ti ke zgjedhur të punosh është individuale. Në rastin tim, nëse më pyet mua, në rastin tim puna ka qenë moment krijimtarie. Pse them gjithmonë këtë gjë? Ka ndodhur vërtet kështu, Mira.
Unë për shembull, si zonjë shtëpie mbasi mbyllja gjithë detyrat e zonjës së shtëpisë deri në 12 të natës, sidomos kur kam pas djalin të vogël, bëja dhe gjellën për të nesmen, dhe pastaj mezi prisja kohën time, atëherë ulesha të shkruaja skenarin e emisioneve, spektakleve, dokumentarëve të radhës që unë kisha, po me një kënaqësi kaq të madhe, as më shkonte mendja te lodhja fare. Nuk ishte lodhje për mua, ishte një ngacmim i lezetshëm emocional, që sepse atëherë unë edhe prezantoja vetë, pra frazën time e fusja në gojë, e thoja, dhe pastaj e shkruaja, sepse do ta shkruaja për gojën time, pra për mënyrën time se si unë flas dhe se si prezantoj, dhe ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Ndoshta, pse e them këtë? Dikush që mund të na dëgjojë, le ta marrë si këshill. Ndoshta puna me pasion t'i jep këto të mira nuk të lodh. Prandaj bëjeni punën me pasion, ose përqendroni, fokusoni mirë, të gjeni veten tek puna që është ajo që ju. Dhe ka thënë Konfuci, bëj punën që do dhe s'do punosh kurrë. Jo s'do lodhesh kurrë. Më mbeti mendja te gjella, gatuan mirë? Unë them se gatuaj mirë. Sidomos kur jam pak edhe më e qetë, që nuk i bëj gjërat me nxitim, sepse çdo gjellë mira, them unë tani, pa një 2 orë gjys që ta bësh kështu. Mirë. Do dashurinë dhe këto gjellat e shpejta që bëhen për gjysë ore, një gjellë tamam që i ka të gjitha vlerat ushqyese aty brenda, don dhe don. Sepse gjella don ta bësh me temperaturë të ulët, jo me temperaturë të lartë që pra don kohën e vet. Por për mua gjella është relaks, moment relaksi, është si yoga, nuk. Tani për ndjekësit e mi, duhet ta dinë dhe unë duhet t'ua them që familja Zanës, ja ndalon Zanës që të flasi për ta. Bashorti apo djali kanë jetën e tyre personale, private dhe nuk duan që të jenë të famshëm. Po tani unë disa gjëra për Benin unë do të pyes, për shembull se për martesën se kur je martuar me të dhe si e ke njohur, se nuk është martuar vetëm Beni, je martuar dhe ti. Dhe unë them që mund të flasim për gjysmën e martesës këtej, atë tënden. Pa i futur personazhet e familjes tënde dhe duke u ruajtur privatësinë. Janë njerëz me fat që janë privat, ne nuk e kemi këtë fat, jemi tërësisht publik, jemi bërë si pronë publike. Unë jam njohur me Benin në kohën kur punoja, isha bashkëpunëtore jashtme, në fakt në televizion, isha në universitet dhe bëja si drejtuese një emisioni për fëmijë në televizion dhe shkoja pothuajse për ditë. Dhe Beni punonte në Ministrinë e Jashtme, por godina e tyre ishte ngjitur me televizionin, ishte marrëdhëniet me jashtë, ishte një zyre marrëdhënieve me jashtë. Dhe ato punonin edhe me radio-televizionin, me sektorin e jashtëm të radio-televizionit. Merrnin materiale të ndryshme, vizuale, për t'i çuar nëpër ambasada, si duket. Dhe ekipi ku punon të Beni, pinte kafën e mëngjesit te kafja jonë e radio-televizionit, dhe aty jemi parë. Vetëmi moment i lirë i Zanës, ndoshta. Po, aty jemi parë dhe pastaj unë shtëpia ime është tek ambasada amerikane, mbrapa ambasadës, pallati ku unë jam rritur, edhe unë e kisha 2-3 minuta në këmbë. Televizionin më saktë, se aty kam filluar punë për e të parë, pastaj kalova në radio, dhe kaloja gjithmonë edhe aty tek dera e Komitetit Marrëdhënieve me Jashtë, kështu quhesha institucion ku punonte Beni në atë kohë, dhe ato shpeshherë rrinin aty përpara në mëngjes, pinin një duhan e kështu. Kështu do me thënë në njohëm edhe... Beni nuk pinte duan, se ti nuk do ta... Migrena jote s'do ta duronte, apo pinte dhe e la për ty? Po, Beni në atë kohë pinte, nuk e la për mua, po nuk e pinte në shtëpi, nuk e pinte kur isha unë prezent, jo. Për ty e ka bërë. Tani e ka lënë. Ndodhën gjërat shpejt, u martuat shpejt, je martuar e re me sa di unë? Po, unë isha pa mbushur 24 vjeç, në fakt u fejuam në atë mosh dhe pastaj u detyruam për 3 muaj të martoheshim, edhe pse ne kishim planifikuar të bënim një fejesë të paktën 2-3 vjet. Po ç'a ndodhi? Beni punonte në Ministrinë e Jashtme dhe emëruan të shkonte në ambasadë në Stockholm, në Suedi,
Po atëherë duhet ishe patjetër i celebruar, i martuar, për ndryshe nuk. Dhe pra me urdhër nga ministri asaj kohe, ne u detyruam të martoheshim. Si ka qenë ministri atëherë që të ka martuar ty i bie? Se mbaj mend tani kush ka qenë atë kohë, Malile. Kush e di? Okej. Diçka me mbiemër të tillë. Okej. Dhe u martuam. Po. Ju martoi partia në një kuptim. Po pra, na martoi ministria e jashtme. Dhe po më bukur ishte se dhe Beni se ashtu ishte procedura, duhet përgatiteshe 3 muaj dhe pastaj vazhdoi ikje në ambasadë. Po. Pastaj u bë një ndryshim, dikush e hoqi Benin, vendosi dikë tjetër. Dhe ne nuk shkuam, po ne thjesht u martuam. Ne u martuam. Domethënë kjo ishte. Okej. Këtu është fati. Ka qenë shkruar. Por ama pastaj vendosëm të dy që ne edhe pse jemi martu këtë periudhë, ne do ta shijojmë si periudhë fejese dhe vendosëm që mos kishim fëmijë në 2-3 vitet e para. Që ta shijonim se na erdhi keq, pse e bëm atë martesën ashtu shpejt e shpejt. Se sigurisht martesa ka detyrime, ka kur lind fëmijë, jeta jote bëhet më e komplikuar, nuk mund ta shijosh kaq shumë etj. Tani në perspektivë pas një jete 100 vjetëve e martuar. Shumë vite është. Çfarë mendon për martesën? Si e përshkruan Zana martesën? Çfarë është martesa? Martesa është sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së çdo kujt dhe ja uroj çdo kujt që ta shijoj këtë gjë. Dhe sidomos pjesa e riprodhimit është gjëja më e mrekullueshme që i Madhi Zot i ka sjell njerëzimit, sepse unë kështu e besoj. Është një marrëdhënie e cila të trajnon, të edukon, të kalit, të gjitha, se si ti duhet të bashkjetosh me një njeri tjetër që s'është ti. Janë 2 njerëz të ndryshëm që duhet të ecin në të njëjtin hap gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë udhëtimit të tyre. Dhe nuk është e lehtë. Martesa nuk është një gjë që është e mirëqenë. Gjithkush duhet ta di këtë gjë që nuk është një gjë e mirëqenë, është një gjë që duhet mbajtur dhe duhet mbajtur me dashuri të madhe e para dhe kryesorja, edhe me zgjuarsi të madhe, të dyja bashkë mendoj unë. Cili është keq kuptimi më i madh rreth teje? Për shembull, se të gjithë kemi një gjë ku diku keq kuptohemi ose jemi keq kuptuar apo një perceptim i gabuar. Nëse e ke hasur dhe e ke zbuluar, se mund mos e ke zbuluar ende, nuk është e. Me thënë të drejtën, Mira, sigurisht për çdo njeri ka fjalë, një pjesë e madhe të vlerësojnë shumë. Po patjetër. Një pjesë tjetër janë asnjëjës në këtë neutral. Një pjesë tjetër pastaj ka ato kritikat e veta. Por nuk është se unë vetë di diçka, sepse ja kam vendosur vetes time një kusht qysh kur isha për herë të parë drejtoreshe e Teatrit të Operës, në ato ndodhit e tmerrshme që ndodhen atëherë, jo për fajin tim apo për të operës, nuk ishin ngjarje artistike, ishte ngjarje politike. Po flet për kohën e parë? Për kohën e parë dhe kur më bëra atë pyetjen, mendova se ishte për atë moment. Unë vendosa që mos lexoja asnjë artikull, asnjë gjë, çfarë shkruheshe. Dhe nuk e di, nëse do që ta... Jo, do me thënë çfarë shkruhe dhe nuk, dhe tani, absolutisht nuk lexoj asnjë koment, asnjë gjë. Jam tip që, jo nuk do mosh, po dhe kur kam qenë shumë e re, di ta çekoj mirë veten time, të vlerësoj mirë veten time, në gjithë aspektet, dhe bindem dhe eci përpara dhe nuk dëgjoj, me thënë drejtën. Tani më mbeti mendja mua çfarë ishte momenti i keq atëherë? Jo, nuk e kujtova, nuk ishte momenti i keq, thash ishte një moment i vështirë. Atëherë ishte momenti që
Në parlament ishte miratuar ligji I ri për teatrin, për sistemin teatror. Është një histori shumë e gjatë në fakt, që sot e kësaj dite akoma nuk është implementuar ai ligj. Dakor, ka qenë ndodhen disa po. Pra, ti po më thoje dhe si e kuptova unë që je një njeri që e ke bërë një pakt me veten dhe I kontrollon emocionet e tua dhe nuk është e lehtë të vrasësh apo lëndosh ty. Jo, absolutisht. Se vrasësh është fjalë e madhe, po vrasësh të lëndosh, të vrasësh shpirtërisht. Jo, absolutisht, nuk e kam fare, unë e kam me veten time. Unë mundohem gjithmonë të gjej tek vetja ime gjërat që duhet I bëja më mirë ose duhet I bëja ndryshe. Dhe e kam me veten time. Unë, si me thënë, vritem nga vetja ime, kur shikoj që nuk është bërë kjo ashtu siç duhet nuk. Frika jote më e madhe? Për momentin nuk është se kam frikë. Unë jam një çik natyrë kështu që shëndetin e çekoj shpesh herë dhe sa më thonë ti egzageron, bëj shpesh analiza etj. Sigurisht shëndeti është I pari I cili duhet na mbledhi mendjen që të kemi frikë në thonjza, po jo të jetojmë me frikë se pastaj kalon bësh. I pyes të ftuarit vazhdimisht, ka disa pyetje që janë të njëjta, që është për lumturinë apo raportin me paran, apo një këshill që mund t'ja japin vetes kur kanë qenë të rinj, se janë gjëra që të gjithë ndoshta kanë një përgjigje dhe gjithmonë dua të kuptoj nëse gjendet një emërues I përbashkët. Për lumturinë çfarë mendon Zana? Ta nisim me lumturinë. Lumturia nuk është një nocion kështu abstrakt, lumturia është shumë reale, edhe lum ai që e kupton këtë gjë, sepse lumturia qëndron gjatë gjithë kohës ngjitur me ty, në shumë elemente jetës tënde. Në ato gjërat e thjeshta të vogla, biles ato na lumturojnë shumë më shumë, se sa gjërat shumë të mëdhaja. Pse? Se ato gjërat e mëdhaja, ato projektet e mëdhaja, kur dalin me shumë sukses, në fund fare ti ndjen veten shumë të lodhur dhe nuk ke kohë të lumturohesh, këto gjërat e përditshme. Ato njerëzit e mirë që ti takon për ditë dhe që I shndrit fytyra kur takojnë Zanën, e them këtë pa modesti. Ja sot isha në spital, në sanatorium, sepse kisha një të afërm që duhet ta shoqëroja dhe më mbushet zemra kur shikoj që të gjithë më hodhën qaf, ato infermieret, doktorët. Me thënë, kjo është lumturia, raportet e mira që ti ke me njerëzit, ato, si me thënë, lumturi është mirënjohja, që ti kupton tek sytë e njerëzve që ti ke bërë shumë për ta, të njohur të panjohur, që ke ndihmuar shumë, siç unë kam pas mundësi të ndihmoj, sepse rrugtimi im është po bëhet 40 vjeçar tashmë. Mirënjohja atyre më lumturon shumë, ashtu siç mos mirënjohja, po kjo më likshton vërtet shumë. I ndodh të gjithëve kjo, jo vetëm mua. Po këto gjërat e vogla mua më kënaqin shumë, festat familjare më kënaqin shumë, kur takohem me miqtë e vjetër, unë kënaqem shumë, këto janë. Çfarë raporti ke Zana me paran? Si se beson po të thuash, po ta them se nuk I kam raportet e mira, në kuptimin që nuk di ta sistemoj paran, jo se e prish paran, jo, nuk e kam këtu tek e prish, po nuk di ta sistemoj paran, pra nuk di të bëj mirë llogarit në kuptimin e asaj. Nuk di të bësh një investim që të kesh një nuhatje në biznes apo? Jo, këtë investimet I kam bërë thjesht tek investimet e punës time, por nuk është se shquhem që të di, ti menaxhoj mirë ato para që kam. Kam nxjerrë ca leksione këto vitet e fundit, të shohim se si do të vijoj ky aspekt jetës time. Një tipar që ja ke veshur vetes tënde, pra nuk e ke patur, po ti ke punuar shumë me të. Që do thoje që këtë cilësi, shikoj, jo ne nuk lindim me të gjitha dhuntit, arti është një dhunti, apo disa njerëz janë të qetë, të duruar, disa janë të nxituar, disa janë si pishek zjarre, disa janë si një dritë e qetë, po ka dhe gjëra që I mësojmë na I mëson jeta. Dhe çfarë të ka mësuar ty jeta? Jeta më ka mësuar këtë gjën që
në qoftë e ceka dhe pak më parë, në qoftë se ti do t'i marrësh ngarkesat, sepse unë në fakt dikur, Mira, punoja shumë në periudha të caktuara, po shumë sa kalonte. Në kohën e Klanit, kur kam qenë gazetare atje, jashtëzakonisht shumë. E gdhia aty ishte të kos. Po. Të mbaj mend mirë. Dhe kujtoj atëherë që isha në transmetim direkt, spektakli Star Academy ishte 4 orë transmetim, dhe mua, ndoshta jo gjithmonë, po njërë në 3 spektakle më kapte migrena në transmetim direkt, pra kisha një. Dhe aty pastaj i thash vetes time që okej, do mundohesh ta strukturosh sasinë e punës tënde. Pra, mos të humbas brenda pasionit. Këtë më ka mësuar jeta, që punën ta bëj në mënyrë më sistematike, ritmike, të ndarë mirë, që mos të dhe shpeshherë pasionit të fillit i them edhe jo në momente të caktuara, sepse krimtaria është e tillë që ajo të vjen dhe ti duhet ta shkruash, të vjen dhe ndërkohë shikon që i ke shkaktuar probleme shëndetësore vetes tënde. Falë Zotit, deri tani nuk kanë qenë probleme të mëdhaja, por migrenën, për shembull, orët e punës së stërgjatur, mua ma rigjeneronin, ma sillnin 2-3 herë në javë, etj. Pra, si me thënë, sensi masës në sasinë e punës që ti duhet të bësh, këtë gjë unë e kam mësuar, si me thënë, në periudhën e dytë të karrierës time. Zana, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte një bisedë që rodhi dhe nuk e kuptova fare se si iku koha. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Dhe ti vazhdon të mbetesh e re, edhe pas një ore. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi, Mira, sepse unë të shikoj tani të rritur në të gjitha përmasat e tua, dhe kur them të shikoj tani, sepse ne të dyja jemi parë në momentet e para ndoshta të karrierës tënde, mbaj mend që unë atëherë t'jepja edhe disa tjerëve, disa gazetarëve që dhe prezantonin lajmin, leksionet e të folurit. 24 vjeç kam qenë. Dhe tani të shikoj një mirë jashtëzakonisht të kompletuar, shumë të zbukuruar, po shumë. Ti je nga ato gocat që vitet kalojnë ti din se si ta zbukurosh veten tënde. Dhe kjo është një cilësi dhe një zgjuarsi kaq e madhe që shpresoj që ta mbash, të dish, kështu siç ti e ke bërë vit mbas viti, ke ditur të zbukurosh veten tënde, se sigurisht arti i fjalës vjen me një punë të madhe, por mënyra e mirëmbajtjes së vetes pastaj është gjë tjetër. Ky ishte padyshim një episod elegant. Faleminderit. Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo.